Te një qendër e cila merret me terapi ose me trajtimin e fëmijëve, normal pritshmëritë janë që kemi me ballafaqu me diagnoza ndryshme që janë sikur çrregullimi i autizmit, sikur ngecjet, prapambetjet mendore, Down sindromet e këto. Por që kanë çrregullime të thella ose serioze me sjellje. Është autoriteti që ju jepet fëmijëve dhe ata nuk e njohin autoritetin si nanë dhe babë. Një prind mundet me dashur fëmijën në ekstrem shumë, atëherë për marrë një fëmijë në gjendje sa me përjetu tantrume në për markete ose shkaravitja në për toke qajtura e madhe. Normal, ne punojmë me abaterapi dhe abaterapi ka rregullat e veta, i ka principet e veta. Vazhdo. U dupe gjume, Po, bëjnë nutërime, shumë bukur. lënë dhëmbë, Me çka po i lanë dhëmbë djali? me batë, Edhe me? me brushë, Shumë bukur. Çka po bën djali këtu? janë, po detë, po vishët gjallë. Po vishe djali. Çka po vish? Po vish? Te një qendër e cila merret me terapi ose me trajtimin e fëmijëve, normal pritshmëritë janë që kemi me ballafaqu me diagnoza ndryshme që janë sikur çrregullimi i autizmit, sikur ngecjet, prapambetjet mendore, Down sindromet e këto. Po një gjë që është interesant që ne po ballafaqohemi më shumë, çdo ditë më shumë këtë ditë, është tek fëmijët të cilët janë me zhvillim tipik, por që kanë çrregullime të thella ose serioze me sjellje. Dhe kjo fatkeqësisht po vjen nga mënyra se si prindrit po i trajtojnë fëmijët. Pra nuk është një diçka negative ose që po trajtohen me dhunë ose diçka e kundërta, nga dashuria e tepër që i kanë, nuk po i krijojnë kufit të shëndetshëm që janë për fëmijët, nuk po i japin përgjegjësi dhe kjo po i sjell ata në një gjendje sa që pju duket prindve dhe pju duket rrethit që ata janë me një diagnozë. Por në fakt kur vinë dhe balancohet ajo dhe krijohen kufit të shëndetshëm dal nga dal, fëmia stabilizohet. Dhe kjo është një diçka shqetësuese se pse me u kriju kjo. Kjo do me thonë na tregon neve që kemi nevojë për një ndërgjegjësim shumë të madh tek prindrit, tek njerëzit në përgjithësi. Është mënyra prindrimit, po me thonë e gabuar është pak e rëndë. Me thonë ndoshta është shkaku i brezave që kanë kalu, do të thotë njerëz me një fëmijëri shumë ndryshe, tash kemi ardhur me një kohë shumë të lirë, edhe shkaku i kësaj do të thotë me i te kalu ato trauma që njerëzit i kanë pas përpara vetë në fëmijëritë e tyre, tash edhe teknologjia dhe gjitha këto e kanë bërë të pamundur me u vendos kufit. Është autoriteti që ju jepet fëmijëve dhe ata nuk e njohin autoritetin si nanë dhe babë. Kjo është kryesorja, sepse në momentin që fëmiu nuk e njeh nanën dhe babën të të si autoritet, atëherë ato kufit komplet po shembën dhe pastaj po kanë probleme edhe në shkollë, në mësime, në shoqëri, e në gjitha këto. Në momentin që ne themi kufi, është e rëndësishme me e kuptu që kufit, vendosja e kufive nuk do të thotë që prind nuk i dojnë fëmijët. Pra nuk ka të bëjë dashuria se një prind sa e do në fëmijën me kufit që i vendos. Një prind mundet me dashur fëmijën në ekstrem shumë dhe me vendos kufit shëndetshëm dhe ashtu është e duhura në fakt. Pra, në momentin që një prind i thot jo fëmijës për një diçka, duhet me e kuptuar ai vetë që ai nuk është që po e bën atë nga mosdashuria, sepse ai e don shumë, por thjesht duhet me u vendos kufit dhe duhet me u pranu fjala jo. Sepse na po e kemi probleme edhe me prindrit. Në momentin që thoj me vendos kufi, ai thot po unë e du fëmijën tem. Pra kjo është një keq kuptim që është bërë shumë i madh. Ti mundesh me e dashur fëmijën, por jo me u plotësu të gjitha dëshirat. Atëherë për marrë një fëmijë në gjendje sa me përjetu tantrume në për markete ose shkaravitja në për toke qajtura e madhe, kjo do të me kalu në për faza, sepse kjo është momenti kur fëmia e kupton që me tantrume ai e merr përgjigjen që ai e don. Dhe për mos me ardhë këto, na do të me fillu ndërgjegjësimin prej më herët. Në momentin që vim ashton ne si abaterapist për shembull e kemi bllokimin, që jo çdo kush mundet në fakt me e pranu. Është në momentin që i thot jo, është jo, dhe pastaj direktohet ose vazhdon dhe nuk e ndëgjon fëmijën për atë çka thot, do të thotë nuk ja plotson atë kërkesë. Po për prindrit na e kuptojmë që mundet me qenë shumë e vështirë, shkaku i lidhjes emocionale që e kanë prindrit me fëmijën, po edhe i paragjykimeve që e kanë rrethi për atë familje për shembull. Normal, ne punojmë me abaterapi dhe abaterapi ka rregullat e veta, i ka principet e veta. Po çdo fëmijë kur vjen, do të thotë edhe nëse ka një diagnozë të njëjtë me një fëmijë tjetër, ai nuk e shfaq në të njëjtën mënyrë. Shkaku që njerëzit janë ndryshe për njëri tjetrit, po edhe familjet prej nga vijnë janë më ndryshe. Dhe ne gjithmonë do të me shku në koordinim me atë. Për shembull, tek disa fëmijë do të me tregu autoritet
dhe rrëptësi më shumë, do të me qenë më të rrep, më strikt, tek disa fëmijë që i mungon për shembull dashuria që vrehet prej familjes, ne jemi më të butë, e kemi një qasje më të lehtë, pra e këshyrëm se cila qasje është më efektive tek secili fëmijë. Unë mendoj që është e rëndësishme disiplina, ku lidhet pra e vendos prindi një kohë ku kam ju përkushtu detyrave të fëmijët, dhe në atë kohë do të mos me u leju diçka tjetër. Jo me bë 2-3 gjana për shembull që shqipojnë prind. Kjo është për fillim. Normal, në fillim me fillu me shpërblime, që nëse e bën këtë ka me shpërblime kështu, po ka fëmijë të cilët nuk ju bën përshtypje shpërblimi fare. Dhe në fakt e konsiderojnë shpërblim kur prindrit e humbin koncentrimin e vet dhe flasin me fëmijën. Për atë arsye, shumë preferohet që prindi me mbajt autoritetin e vet dhe me mbajt strikt. Pra, me bë konstante çdo ditë nga 1 orë, nga gjysmë ore, shkaku që fëmijët disa janë shumë të vegjël, dhe me mbajt atë kohë për detyrat e shtëpisë, me mbajt pak strikt, me direktu normal, me ndihmu kur të ka nevojë, por jo me te i kalu dhe sidomos në momentin që çon fëmiu, atëherë mos më u plotësu dëshira fare. Sepse ai është momenti kur fëmiu e kupton dhe e ngul në trurin e vet që nëse unë çaj, unë e arri dëshirën time. Pra, është kryesorja në momentin që çon mos më u plotësu dëshira. Të paktën ato me te i kalu, dhe në momentin që qetësohet, atëherë mundesh me ju kthy në një mënyrë më të butë. Pra, ajo është qasja që duhet me e bëj çdo prind. Se jo në pikën ku ai është në shpërthim e sipër, sepse ai ka me kuptu, ka me mësu atë rrugë. Edhe aty krijohet çrregullimi i madh sjellor me cilin na ballafaqohem. Po, normal. Normal, kjo është diçka e cila është quhet trekëndshi i suksesit në fakt, është prindi, terapisti dhe mësuesi i shkollës. Dhe nëse nuk ka bashkëpunim mes terapistit dhe mësuesit, atëherë në shkollë nuk arrihet suksesi. Por nëse nuk ka bashkëpunim me terapistin dhe prindin, atëherë suksesi në përgjithësi nuk arrihet. Sepse nëse ne gjatë terapive, zakonisht seancat janë 1 orë. Nëse ne gjatë këtyre seancave, pra 1 orë që janë në zyrën tonë, atëherë ai fëmiu mësohet vetëm për çatë orë, por nëse në shtëpi ju përforcohet kjo sjellje, atëherë nuk ka me pas sukses. Është interesant sepse kemi edhe prej fëmijëve të parë, ose fëmijët e fundit pastaj. Shkaku që fëmija i parë, ndonjëherë, ose fëmija i vetëm, në fakt. Fëmijët e vetëm janë ata të cilët kanë më shumë çrregullime, shkaku që i plotësohet çdo dëshirë, nuk ju jepet përgjegjësi, prindi mbajnë të thotë në plan turve që i thojnë ana, edhe vjen pastaj ky çrregullimi sjellor. Është interesant sepse edhe fëmijët të cilët janë me çrregullim të autizmit ose çfarëdo diagnoze tjetër, simptomat tjera i ka, do të thotë, ato janë nga autizmi. Dhe nuk kemi ne çfarë t'ju bëjmë, por për shembull në seanca ne e bëjmë lehtësimin e këtyre simptomave. Por çrregullimi sjellor tek ata fëmijë edhe me diagnoza është më i lartë shkaku i qasjes të prindit që e ka tek fëmia. Ne prapë kuptojmë këtë sepse në momentin që e kemi një fëmijë me diagnozë, qoftë si prind ose thjesht si njeri i huaj, ne kemi me pas një qasje pak më të butë. Kemi me pas dëmshuri. Por na duhet ata t'i trajtojmë si fëmijë tipik, dhe duhet edhe ata të kenë përgjegjësitë e tyre, sepse ata janë të aftë për këto përgjegjësi. Kur të vinë këto, do të thotë mundet me qenë fëmijë shumë të vegjël, edhe me diagnoza të ndryshme, por në momentin që punohet me ta në aspektin sjellor, ata janë shumë, do të thotë janë në gjendje shumë të mirë, ti mbledhin lodrat e veta, ti veshin rrobat e veta, ti do të thotë aftësitë vendimuse ti përmirësojmë. Dhe ne e shohim sepse nëse ata i arrin këto, duke ardhur këto, ata kishin pas mundësi mi arrit edhe në shtëpi, por kjo është krejt prej prindrimit. Dhe për atë arsye ne e inkurajojmë këtë punë tek prindrit që jep ju përgjegjësi fëmijëve, le t'i bëjnë ata aftësitë vendimuse, mos më jamot kpuca, do të thonë janë gjëra shumë thjeshta që na duken neve, por janë shumë rëndësi tek ata për të ardhmen e tyre. Kjo është pavarësimi i fëmijëve. Atëherë, ajo që kishim thënë na kryesorja është që në momentin që shihni që diçka nuk është në rregull me fëmijën, dërgojeni për një konsult të paktën, edhe nëse nuk e menoni drejt në seanca, drejt në terapi, të paktën për konsult, qoftë rritja e agresivitetit, qoftë mos dëshira me shku në shkollë ose në kopsht, qoftë një diçka që ju e vreni, po zakonisht ne shkojmë duke thonë hajtë se nuk është kur gjë, do me thonë shkojmë të me mekanizmat mbrojtës e mohojmë. Nëse shihni diçka direkt shkoni te psikologu sepse ndërmarrja në moshë më të hershme ka me rregullu dhe ka me lehtësu punën shumë më shpejt. Faleminderit edhe për juve.